Për 2 ditë me radhë, nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe gjimnazeve të qytetit Korçës kanë kryer prezantimet e ideve të tyre në kuadër të një hakathoni që është duke u zhvilluar mes shkollave. Kryesisht idetë e nxënësve kanë të bëjnë me lidhjen e teknologjisë për përmirësimin e shërbimeve në komunitet. Janë rreth 250 nxënës nga 10 shkolla të qytetit Korçës, të cilët për 3 muaj me radhë kanë punuar me këto sfida. Fakti është një projekt i iniciuar para 3 vitesh nga Bashkia Korçë, klubet e ICT-së, pra në çdo shkollë, në 10 shkolla të qytetit të Korçës, 5 nëntëvjeçare dhe 5 shkolla të mesme, janë ngritur klubet e ICT Clubit, pra grupet e teknologjisë. Gjatë 3 muajve të fundit ata kanë punuar me sfida të ndryshme, po kryesisht sfidat kanë qenë si do lidhin teknologjinë me shërbimet në komunitet, me të ardhmen për të lehtësuar të pjesën e shërbimeve. Dje kanë përfunduar me sukses 5 shkollat nëntëvjeçare të qytetit të Korçës, me krenari e themi kanë qenë 250 nxënës të përfshirë në këtë projekt, 50 ekipe, 10 ide më të mira, të cilat do konkurrojnë në një fazë finale për të shpallur më të mirin e qytetit. Pas prezantimeve, idetë e nxënësve janë vlerësuar nga një juri, duke shpallur edhe idenë fituese për çdo shkollë, ndërsa në një fazë të mëvonshme do të zhvillohet edhe konkursi përfundimtar për të shpallur idenë fituese.